Sot do të përgatis një pate me ullinj. Do të na duhen ullinj. Ullinjt i kemi përgatitur më parë dhe mund të jenë ullinj që janë të qullët dhe për të mos na shkuar dëm, ne mund të përgatisim këtë recetë. Por edhe ullinjt e zinj që i kemi pothuajse përgatitur mirë dhe janë të shishëm, mund t'i bëjmë në këtë recetë. Por më shumë për ullinjt që janë të qullët dhe kemi gabuar në gatimin e tyre dhe na janë qullur shumë. Me ata mund të veprojmë në këtë mënyrë. Në fillim i shtypim pak, ndoshta edhe me këtë shtypsen e patateve. I shtypim mirë në një marrë një kullonjse që poshtë ajo e nxjerr të gjithë tulin e ullinjve dhe do t'i shtypim. Mund t'i shtypim dhe një nga një me dorë. Duam pak durim, por duke menduar që mos na shkojnë dëm ullinjt, ne veprojmë në këtë mënyrë duke krijuar pate dhe me tulin e ullinjve dhe me këtë paten e krijuar mund të ushqejmë fëmijët me sanduiçet e tyre, i lyejmë ato me bukë të thekur në mëngjes edhe në mbrëmje. Është një ushqim shumë i mirë, shumë i shijshëm. Dihet edhe që ulliri ka vlera të larta ushqyese për shëndetin dhe nuk duhet t'i shkojmë dëm. Vazhdojmë i punojmë kështu derisa të dali komplet tuli tyre poshtë sitës dhe pak a shumë ja ku e kemi paten e përgatitur me ullinj. Por do ta nxjerrim të gjithë tulin duke lënë vetëm bërthackat dhe lëkurën e tyre. Pothuajse kemi nxjerr poshtë sitës të gjithë tulin e ullinjve. Ktu kanë mbetur vetëm këto bërthamat edhe lëkurat. Dhe ja ku e kemi përftuar paten me tulin e ullinjve. Mbi paten mund të vendosim vaj ulliri dhe këtë masë e kemi përgatitur dhe e ruajmë në frigorifer. Sa herë që duam të përgatisim ushqim fëmijëve, mund ta vendosim pak nga pateja që kemi përgatitur në një enë tjetër më të vogël. Mund t'i shtojmë dhe pak rigon dhe me këtë mund të përgatisim pastaj mëngjeset apo darkat e fëmijëve. Është një ushqim shumë i shëndetshëm. Kush dëshiron mund të përdori edhe pak vaj, edhe pak limon, disa pika limoni, dhe mund të përgatisim me bukë të thekur, me paten dhe me sopa djathë.